Kuvendit të Kosovës në këto momente i duhet figura e Zotit Limaj. Ka një vullnet, që dilet nga ky ngërç, nuk ka asnjë qëndrim të ri, vetëm në ato qëndrime nisma e konsideron që Kuvendit të Kosovës në këto momente i duhet figura e Zotit Limaj. Një figurë e cila kishte sjell konsenzus, sepse mendojmë që kryetari i Kuvendit është një udhëheqje e cila ka nevojë që të sjellë një farë konsenzusi edhe në mes të deputetëve dhe për procese që e presin Kosovën. Pra jemi në ato qëndrime, mundem lirisht me thonë që ka bisedime në frymë pozitive, është konstruktivitet nga të dyja palët, mirë por nuk ka një vendimarrje të re. Nuk e besoj që ka pas një takim të ri mbram, e kam dëgjuar po ashtu si ju, përmes media, po nuk e besoj. Pra mbesim në ato qëndrime dhe konsiderojmë që janë të arsyeshme. Po a ka një afat kur mund të konkretizohet kjo dëshira pozitive për bashkëpunimeve vendose? Afat, sinqerisht nuk mund me thonë që ka afat, janë procese demokratike, po mendoj që janë normale, për çdo shtet që kur fillojnë këto, e mira është që ka një vullnet, që dilet nga ky ngërç, edhe vullnetin e parë si lider politik në Kosovë, nga faktori politik shqiptar, është Zoti Limaj që e ka tregu, që mos ta lënë vendin në ngërç. Pra ky është pozicioni, nuk ka pas kërkesa, nuk ka kërkesa për pjesëmarrjen në ekzekutiv, por kjo është, mendoj, një kërkesë e arsyeshme me qenë në kryet Kuvendit një njeri i cili i ka sjell, ka luftuar për vendin, për shlirimin e vendit, ka pas vendimarrje shumë të vështira në ekzekutiv në të kaluarën, vendimarrje pozitive, po ashtu njihet si figurë që është figurë që sjell unitet ndër njerëz dhe duket që edhe në Kuvend, edhe tek deputet nuk është një fytyrë apo një udhëheqës i cili kishte sjell kundërshti, po besoj që sjell pozitivitet edhe konsenzus edhe për ta, vendimarrje të reja që do të pritet, sigurisht do të ketë procese të vështira. Por tani ka frymë pozitive në këto takime, a është do Zoti Kurti duke pojza shumë për pozitën e kryetarit të Kuvendit, me qenë se ka qenë një prej kërkesave? Nuk e mendoj në atë kontekst, po besoj që duket që ekziston një frymë respekti në mesin e deputetëve brenda Kuvendit të gjitha grupeve, gjë që mendoj që kishte rezultuar me pozitivitet, po sigurisht që epilogu do të dihet në tarmë dhe nuk mendoj me paragjyku tani. Po s'flas për pozicionin e subjektit të LV-s. Po mendoj që pozicioni jonë është i njëjti, është i tillë, ka vullnet politik. Do t'ju pyesim sot me patjetër pasi çështja e raportit që vjen në Kuvend duke marrë rrugën e deputetit. Në mendimin e juaj, në vlerësimin e juaj, a meritoni jo por edhe deputetët e tjerë këtë rrugën e parë në parlament? Unë nuk isha hi këto a e meritojmë, sigurisht që unë besoj që në rrethana logjike, normale, askush nga deputetët nuk është uni mirë, thjesht nuk din as jam krenare për pozicionin që jemi në këtë moment. Po të shpresojmë që kemi meritu pagat edhe kontributi jonë ka me tregu që deputeti e meriton këtë ulse. Po deri tani as unë nuk mund të them që e ndi një lloj krenarie.